Ndonjëherë, mendja endet në një hanën e tregimeve të vjetra. Aty ku koha ka lënë gjurmët e saj të heshtura, shpeshherë mendojmë se duhet shërojmë çdo plagë, çdo ndjenjë. Por ti nuk ke nevojë të dish të gjitha përgjigjet. Mjafton të besosh, sepse rruga shfaqet vetë kur zemra guxon të ecë. Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët në këtë klasë yoga. Sot e fillojmë praktikën e jogës këmbë-kryq. Prek butësisht trupin, këmbët e janë në moment. Merr frymë thellë dhe ngri duart lart dhe me nxjerrje fryme sill duart në anën e djathtë. Dora e djathtë qëndron në tokë, ngjitur me ty, ndërsa dora e majtë është mbi gjurin e majtë. Ndjeje zjatjen në anën tënde të majtë të trupit. Tani ngrim duart përsëri lart dhe me nxjerrje fryme kthehemi në anën e majtë. Mundohu të përqendrohesh tek frymarrja. Tani ngrim përsëri duart lart, kthehemi në anën e djathtë. Shoqëroje çdo lëvizje me një frymarrje. Tani merr frymë, ngri duart lart, me nxjerrje fryme ktheu majtas. Tani lëre çdo gjë të lirë dhe bashko duart pas kokës. Merr frymë thellë, drejtoje shpinën, ndjej zjatjen që krijon në shtyrën kurrizore dhe me nxjerrje fryme bryllin e majtë drejt gjurit të djathtë. Mundohu të qëndrosh në këtë lëvizje të qetë dhe të thellë për 4 frymarrje. Merr frymë, ndihmo trupin të zgjerohet, nxjerr frymë, rrumbulla koson në drejtimin e djathtë. Tani le të kalojmë në anën tjetër. Merr frymë, zjatu, nxjerr frymën, rrumbulla kosu, majtas. Qëndro në këtë lëvizje të qetë. Dhe për një frymarrje, tani merr frymë thellë, zjatë shpinën, nxjerrë fryme, rretho shpinën dhe ktheu në qendër. Lejo lëvizjen të ndodhi me butësi, duke ndjekur ritmin e frymarrjes. Qëndro në këtë lëvizje dhe për 3 frymarrje. Tani lëre trupin të lirë, shkon duart, lëre tensionin të largohet. Trupi jon bart stres, emocione dhe tensione në muskujt e ndina. Me lëvizje të lehtë aktivizojmë mekanizmin natyror të shpërthimit të trupit. Tani pozicionohemi në 4 këmbësh. Duart janë paralel me shpatullat dhe gjunjët paralel me kockat e ijeve. Merr frymë, lësho barkun për poshtë dhe ngri karorin përpara, shikimi lart, me nxjerrje fryme rretho shpinën. Qëndro në këtë frymarrje. Është shumë e rëndësishme që çdo lëvizje ta shoqërosh me një frymarrje. Pra, krije kokën lart, merr frymë dhe me rrumbullakim shpine nxjerrim frymën. Tani shtri këmbën e majtë dhe zjate,
ngri krahun e djathtë përpara duke krijuar një linjë diagonale. Me nxjerrje fryme sill bryllin e djathtë në gjurin e majt së bashku duke rrethuar shpinën. Qëndro në këtë ritëm për 4 frymarrje. Ky është një ushtrim shumë i rëndësishëm për mbajtjen e balancës, e cila na shërben dhe në jetën e përditshme. Tani sill dorën e djathtë poshtë, ngri këmbën e djathtë dhe lëvizë në anën e saj. Hap krahun e djathtë lart drejt qiellit, zgjat drejt përtej veshit dhe krijon një linjë të gjatë. Me marrje fryme, kap këmbën e djathtë dhe hap gjoksin. Qëndro për pak sekonda në këtë ushtrim. Me frymarrjen tjetër, lëre trupin të lirë dhe ktheu përsëri përpara në qendër. Këmbë e djathtë qëndron lart, bëjmë 3 push-ups. 1 2 3. Tani vendos këmbën e djathtë në tokë dhe pulso. Shoqëroje me frymarrje. Tani përsëri në 4 këmbësh, provojmë anën tjetër. Krejmë këmbën e djathtë dhe shtrim dhe krahun e majt përpara, krijojmë një linjë të bukur diagonale. Me nxjerrje fryme, sjellim bryllin e majt dhe gjurin e djathtë së bashku. Qëndro në këtë lëvizje të ndërthurur mes forcës dhe balancës. Tani sill dorën e majt poshtë, ngri këmbën e majt dhe lëvizë në anë e majt, hap krahun e djathtë lart drejt qiellit dhe zgjat përtej veshit, duke krijuar një linjë të drejtë. Merr frymë thellë dhe kape këmbën e majt dhe hape gjoksin. Qëndro në këtë balancë për një moment. Dhe lëre çdo gjë të lirë dhe ktheu përsëri në qendër. Këmba e majt qëndron lart dhe bëjmë 3 push-ups. Tani vendose këmbën e majt në tokë dhe pulso. Jepi pulpave një stretching. Ja përsëri në qendër dhe hapi gjunjët dhe ulu mbi pulpa në pozicionin e fëmijës. Duart qëndrojnë të shtrira përpara. Mundohu të bësh disa lëvizje me ballin, të masazhosh ballin. Ndjeje fuqinë dhe tensionin që sa vjen dhe largohet. Tani ja ngriu ngadalë dhe mundohu të shijosh ndjenjën e trupit që po bëhet më i lehtë. Qëndro një moment dhe vëzhgo se çfarë po ndodh me ty. Si ndihesh ti tani? Dhe ja përsëri në 4 këmbësh dhe fillo të lëvizësh intuitiv me pjesën e sipërme të trupit. Çdo gjë që të bën të ndihesh mirë, çdo lëvizje, gjithçka që unë ofroj është vetëm një ftesë. Kjo është
praktika jote e jogës, ti e di më mirë se gjithkush se çfarë të nevojitet tani. Dëgjoje trupin tënd, ndiqi ndjesitë e tij. Shiko se kush pjesë e trupit ka më shumë nevojë për vëmendje. Dhe nëse e gati, ngrihu nga ky pozicion dhe kalo në pozicionin e qenit që shikon poshtë, ose downward facing dog. Ndryshoni këmbët, ngri një herë këmbën e djathtë, pastaj të majtën, dhuroj këmbëve një stretching. Tani ngri këmbën e djathtë për lart dhe fillo të bësh disa rrotullime të lehta me të. Qëndroj fort, qëndro në qendër. Bëj dhe një rrotullim të fundit dhe shtrije këmbën përsëri në tokë. Bëj disa lëvizje subtile me këmbët. Dhe kalojmë te këmba e majt, shtrije dhe mundohu të bësh disa rrotullime. Qëndroje fort, shoqëroje me frymë dhe shtrije përsëri këmbën në tapet. Dhe merr pak vrull dhe eja përsëri në fillim të tapetit. Merr frymë thellë dhe ngrihu ngadalë me shpinën tërësisht të rrethuar. Nxjerrë frymë. Drejtoj trupin në pozicionin drejt, hap krahët dhe ngri lart, dhe me nxjerrë frymë, kap dorën e djathtë në dorën e majt dhe shtri ngadalë në anën e djathtë. Ndjeje stretching në anën e majt. Eja përsëri në qendër dhe ndryshojmë krahun. Ndjeje këtë stretching në anën e majt. Tani përkullu përpara dhe prek këmbët. Kalo duart përreth dhe kap bryllat, duke lënë trupin të varet. Lëre trupin të lirë. Mundohu të përqendrohesh tek frymarrja. Tani vendos duart në tokë dhe kalo këmbën e djathtë pas këmbës së majt. Dora e majt mbetet në tokë, ndërsa dora e djathtë ngrihet për lart. Ndryshojmë anën. Vendos këmbën e majt pas këmbës së djathtë dhe dora e djathtë mbetet në tokë, ndërsa e majta ngrihet për lart. Mundohu të mbash ekuilibrin dhe këmbët janë të shtrira, jo të përkullura. Mundohu të ndjesh të stretching. Tani ja përsëri dhe silli këmbët drejt. Mundohu t'i hapësh këmbët sa gjerësia e tapetit. Drejtoje shpinën dhe eja lart, ngri duart lart. Bashkoj në Anjali Mudra dhe eja në pozicionin Malasana. Mundohu që bryllat të shtypin butësisht gjunjët për të krijuar një stretching të thellë në brendësi të këmbëve.
Vendos dorën e majtë në tapet dhe ngri krahun e djathtë për lart. Ndjeje këtë stretching. Dhe më pas ngadalë ndrojmë anën. Tani e lëm të lirë dhe ulemi, shtrikëmët përpara. Përkull këmbën e djathtë dhe vendosë mbi këmbën e majtë. Vendos dorën e djathtë në tapet dhe ktheu ngadalë në drejtimin e djathtë. Ndjeje këtë rrotullim, ngri duart lart dhe ktheu djathtas. Ngri duart lart dhe vendos duart në tapet, shtype këmbën e djathtë fort në tokë dhe ngriu për në pozicionin e qenit që shikon poshtë. Do të bësh disa lëvizje me këmbët dhe eja në pozicionin plank. Krij gjoksin përpara dhe ul trupin për poshtë. Kalon në pozicionin e qenit që shikon lart. Lëviz ngadalë majtas djathtas me një lëvizje të bukur kobra dhe eja përsëri në pozicionin e ulur. Provojmë anën tjetër. Ulu ngadalë, shtri këmbët përpara. Përkull këmbën e majtë dhe vendosë mbi këmbën e djathtë. Vendos dorën e majtë në tapet dhe ngri si fillim duart lart me frymarrje dhe me nxjerrje fryme ktheu në krahun e majtë. Ndjeje këtë rrotullim, këtë stretching. Ngri duart lart. Vendos duart në tapet dhe shtyp këmbën e majtë fort në tokë dhe ngriu në pozicionin e qenit që shikon poshtë. Nga ky pozicion kalojmë në plank dhe ulim pjesën e trupit, kalojmë në pozicionin kobra. Ktheu majtas dhe djathtas. Dhe tani eja në qendër. Mundohemi të ndjejmë pak se si ndikoi kjo klasë joge tek trupi ynë. Mundohu të marrësh frymë dhe të ngrish duart lart dhe me nxjerrje fryme bashkoj duart. Dhe një herë merr frymë, ngri duart lart, me nxjerrje fryme bashkoj duart. Tani vim në pozicionin e fundit, i cili është Shavasana. Shtriu butësisht me shpinë. Merr frymë thellë dhe me çdo nxjerrje fryme lëshon gjithçka që të kalojë. Tensionin, pritshmëritë, barrën që ke mbajtur për të tjerët. Historitë e vjetra që nuk të përkasin më. Vizualizoje veten si një lumë. Një lumë i qetë që kalon përmes teje, duke marrë çdo shqetësim, çdo peshë emocionale. Ndjeje lehtësinë, ndjeje rrjedhën, ndjeje qetësinë.
Qëndro për një moment në heshtje. Dhe nëse je gati, e ja në anën tënde të preferuar për një jastëk të vogël me duart dhe qëndro për një moment. Kur të ndihesh gati, e ja përsëri në këmbë kryq. Merr frymë thellë, kri duart lart dhe bashkoj duart përpara zemrës. Faleminderit që ndave këtë klasë yoga me mua. Namaste. Se kjo video të frymëzoi, abonohu në kanalin tim në YouTube. Le të sjellim më shumë magji falas në botë dhe të rritemi së bashku.